vdekur edhe qindra njerëz duke përfshirë këtu edhe pacient pas pushtimit të rajonit të Darfurit nga forcat paramilitare të Sudanit gjatë periudhës vikendit. 460 pacientët, por edhe shoqëruesit e tyre në spitalin saudit në El Fasher janë vrarë nga luftëtarët e forcave të mbështetjes së shpejtë sipas kreut të organizatës botërore të shëndetësisë. Rjeti mjekëve të Sudanit gjithashtu ka raportuar numrin e këtyre vrasjeve, ndërsa guvernatori i Darfurit ka shpërndar një video në rrjete sociale e në të cilën pretendohet se shihen luftëtarët e këtij grupacioni brenda spitalit saudit e ku po ashtu shihen trupa të shtrirë në dysheme që janë mbuluar nga pellgje të gjakut. Mbreti britanik Charlesi i tretë ka nisur, siç është thënë, procesin e heqjes së titujve të princit Andrew dhe ka urdhëruar të largohet i njëjti nga rezidenca